Përshëndetje të gjithëve, sapo përfundoi mbledhja e Këshillit Ministrave ku për Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit ne miratuam 3 akte të rëndësishme, projektligjin për identifikimin elektronik, shërbimet e besuara dhe portofolin e identitetit digital. Ky është një projektligj i cili miratohet edhe në kuadër të procesit të integrimit evropian, i cili së pari ofron siguri më të madhe ligjore, më parë çështjet e trajtuara në këtë projekt ligj ishin të trajtuara në 2 projekt ligje të veçanta, atë për identifikimin elektronik dhe atë për nënshkrimin elektronik. Ky ligj krijon kushtet për të pasur një siguri të dhënave më të lartë, për të krijuar portofolin e identitetit digital, i cili është parakusht dhe përmbyll në mënyrë të përhershme çështjen e shkresave apo të dokumentave elektronik. Me miratimin e këtij ligji dhe me hyrjen në fuqi të tij, ne mund të themi se në një kohë afatmesme, por të shkurtër, do të eliminojmë të gjithë dokumentat shkresore dhe të gjithë firmat shkresore dhe administrata shqiptare do të mund të punojë paperless. Akti i dytë, i cili u miratua, lidhet gjithashtu me procesin e integrimit evropian. Unë jam shumë krenare sot që me vendimin e Këshillit Ministrave për rregulloren e shqyrtimit të investimeve të huaja në sektorët kritik të ekonomisë shqiptare, ne përmbyllim të gjitha piketat, pra kjo ishte piketa përmbyllse e kapitullit 30, nëpërmjet aktit që sapo u miratua dhe nëpërmjet një mekanizmi të një bordi të drejtuar nga Ministri i Ekonomisë, një bord ndërministror, ne do të shqyrtojmë të gjithë investimet të cilat vijnë nga vende jo anëtare të Bashkimit Evropian, fillimisht në 2 fusha, në fushën e medjes dhe në fushën e mbrojtjes, dhe më pas me anëtarësimin në Bashkimin Evropian, ky bord do të shqyrtojë të gjitha kërkesat për investime të huaja në të gjithë sektorët kritik të ekonomisë shqiptare. Akti i tretë, i cili u miratua sot, lidhet me mbështetjen që qeveria shqiptare i jep ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, nëpërmjet vendimit të Këshillit Ministrave, ne miratojmë një fond prej 100 milion eurosh, i cili do ta akordohet për AID-ën, për mbështetjen e sipërmarrjeve mikro të vogla dhe të mesme. Fiorella Beleshja, Dysenën, zonja ministre folet për disa parakushte, por mund t'ju pyes pse nuk po miratohet raporti i Barit për piketat e ndërmjetme përse përket themeloreve dhe çfarë qësimesh kanë vendet anëtare dhe a kemi një informacion apo detaj më shumë se kur mund të përmbyllet e gjithë ky diskutim që po zgjat prej javësh dhe a kemi një datë përsa i përket konferencës, përsa i përket pikërisht themeloreve për piketat e ndërmjetme? Faleminderit. Unë sapo thash që ne jemi në një punë intensive për përmbylljen e të gjitha piketave përfundimtare për përmbylljen e kapitullive. Përsa i përket Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, ne parashikojmë që të vijojmë me planin e punës siç është parashikuar. Ne kemi një afat në muajin qershor për të dorëzuar një dosje të madhe të gjithë projektligjeve që lidhen me shoqëritë tregtare, të cilat janë dhe ato piketa përmbyllëse të kapitullit 6. Sot sapo deklarova që kaluam në Këshill të Ministrave dhe do të dërgojmë në parlament një projekt ligj që lidhet me ofrimin e shërbimeve, pra me lëvizjen e lirë të shërbimeve. Kaluam një vendim të Këshillit Ministrave që është piket përmbyllse për kapitullin 30, pra ne jemi duke punuar intensivisht me qëllim që të gjitha detyrat që qeveria shqiptare ka në zbatim të planit të integrimit të përmbyllen me sukses pa të kaluar afatet. Nga ana tjetër, puna vazhdon dhe për caktimin e një date për konferencën ndërqeveritare dhe sapo data të caktohet, ne do t'ju bëjmë dije, pasi sigurisht që ky është projekti dhe puna kryesore e të gjithë institucioneve të administratës shtetërore. Ministre Bekim Bici, Ora News. Prej disa javësh, le themi Shqipëria vijon të jetë në sulmin e hakerave iranian. Pas goditjes së sistemit të kuvendit të Shqipërisë, u godit edhe sistemi i postës së Shqipërisë, ndërkohë së fundmi tashmë është goditur sistemi, le themi, i drejtësisë apo gjykatës së lartë.
janë dhënë miliona euro për sa i përket sigurisë kibernetike. A ka një justifikim tjetër përveç faktit që këto sisteme nuk kanë qenë në ombrellën e sigurisë kibernetike dhe çfarë po bëhet për të siguruar akoma edhe më shumë apo për të patur akoma më shumë siguri kibernetike për sa i përket institucioneve të rëndësishme dhe të veçanta siç janë ato të drejtësisë? Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt, e vërteta është që të gjitha ataket kibernetike që juve përmendët nuk kanë lënë dëme të pariparueshme, që do të thotë që infrastrukturat tona të sigurisë kibernetike janë të ngritura dhe janë në fuqi. Është për ne është e rëndësishme ajo që sapo thash, pra që të mos ketë dëme të pariparueshme dhe sigurisht që në botën e zhvillimeve të teknologjisë, në botën e zhvillimeve të sistemeve, çka nuk mund të evitohet janë të tilla lloje sulmesh. Ne kemi në monitorim të vazhdueshëm nëpërmjet AKSK-s, që është Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, të gjithë stafin dhe të gjithë infrastrukturën e dur me qëllim që ne të vëzhgojmë dhe të monitorojmë në kohë reale të gjitha sulmet kibernetike që i drejtohen sistemeve tona dhe do të vazhdojmë të investojmë në këtë drejtim pasi e ardhmja është digjitale dhe sigurisht që luftat e të ardhmes do të jenë luftat digjitale. Dua të theksoj këtu që në fakt në përvlerësimet ndërkombëtare infrastruktura e ngritur në një kohë rekord që mbas sulmit të parë kibernetik nga iranianët të disa viteve më parë është një infrastrukturë e cila është vlerësuar ndërkombëtarisht për nivelet e larta të mbrojtjes dhe nivelet e larta të eficiencës. Klajdi Bodhi, Syri Televizion. Ju thatë që sistemet tona kibernetike kanë rezistuar, ndoshta edhe mund të rezistojnë, por a kemi sigurinë e ke sistemet tona të brendshme duke marrë shkas nga një hetim i prokurisë së posaçme në lidhje me skandalin e Akshit, ku një pjesë të dhënave janë marrë dhe janë përdorur për interesa personale dhe jo për qëllime shtetërore. Dhe me gjithë të ndryshime për digitalizimin dhe teknologjizimin e administratës shtetërore, sa garanci ka Shqipëria që të dhëna nuk do të merren sërish dhe të përdoren për interesa private? Në radhë të parë, fakti që të dhënat janë përdorur për interes privat është një opinion. Unë nuk jam në dieni të një rezultatit të tillë të procesit hetimor që prokuroria e posaçme është duke kryer. Pra nuk mund të themi që ka pasur një përdorim për qëllime personale. Kur prokuroria të dalë me një qëndrim, kur gjykata dalë me qëndrim, atëherë mund ta themi me zë të plotë. Ajo që unë mund të them është që siguria kibernetike dhe në Republikën e Shqipërisë është atje, është në monitorim të vazhdueshëm, sulmet kibernetike janë të llojit që janë të zhvilluara gjithmonë me instrumenta të reja dhe ne duhet të garantojmë që nuk ka dëme permanente, por neve nuk mund të ndalojmë sulmet kibernetike. Kjo për sa i përket sigurisë. Për sa i përket sigurisë të dhënave dhe konfidencialitetit në të dhënave dhe përdorimin e të dhënave, ne vitin e kaluar kemi miratuar ligjin e GDPR-it, i cili është një ligj europian, i cili për shpërdorimin e të dhënave apo keq përdorimin e të dhënave ka gjoba shumë të larta për të gjithë ata subjekte që e lejojnë këtë dhe mbi të gjitha unë sapo thash sot që ne miratuam një projekt ligj i cili lidhet me nënshkrimin elektronik, i cili do të rrisë sigurinë e përdorimit të dhënave dhe më tej dhe do të standardizoj standardet e mbajtjes, ruajtjes dhe përdorimit të dhënave në Republikën e Shqipërisë në linjë me standardet e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Përshëndetje, sapo kemi miratuar rregulloren për përdorimin e hapësirave publike. Do të adresoj një nga problemet më akute që ne kemi përgjithsisht në komunitete, kur flasim për të drejtën që kanë qytetarët për përdorimin e këtyre hapësirave publike, gjithmonë në të mirën e familjeve, por në të njëjtën kohë duke garantuar po ashtu mundësi për sa i përket zhvillimit që subjektet duhet të kenë nga pikpamja e aktivitetit tregtar. Rregulloria në fakt do të sjellë risi për sa i përket një unifikimi të gjithë praktikave në nivel kombëtar, ku ne tashmë do të kemi rregulla të qarta për sa i përket mënyrës se si mund përdoren
hapësirat publike, por po ashtu bashkit janë tashmë në të njëjtin shtrat për sa i përket sistemit rregullativ dhe po ashtu ka specifika të caktuara ku bashkit do të kenë mundësinë për t'i adresuar ato nëpërmjet vendimeve të Këshillit Bashkiak. Akti është konsultuar gjërësisht, bashkit kanë qenë pjesë e procesit të miratimit të kësaj rregullore dhe besoj që kjo do të krijojë totalisht një platformë të re për sa i përket menaxhimit të hapësirave publike në territor. Vendimet të ditës sotme, po ashtu referuar paketës male, kemi pasur 4 bashki të reja të cilat sot kanë miratuar zonat prioritare, duke filluar me bashkinë Sarand, Kuçov, Gramsh dhe Tropoj. Ne vazhdojmë të ecim, siç kemi qenë çdo javë këtu me bashkitë, të cilat miratojnë zonat e tyre prioritare. Tashmë mund të themi që numri i aplikimeve në territor, edhe për vetë faktin që numri i bashkive po rritet javë pas jave, është edhe më i madh, ka kaluar 500 aplikime. Besoj që edhe në javët në vijim ne kemi një sër bashkisë të cilat janë në proceset përfundimtare të miratimit të zonave prioritare ku ata besojnë që ka nevojë për t'i dhënë prioritet zhvillimit ekonomik lokal në bashkitë e tyre. Zoti Ministër, do i pyes sërish për reformën territoriale. Pasi në takimin e zgjeruar të grupit keni prezantuar, zoti Mazniku ka prezantuar dhe 4 variantet për sa i përket të Partisë Socialiste për ndarjen territoriale. A është skenari 3 dhe 4 ku Shqipëria të ndahet në 4 rajone dhe qashë të shkojnë në zgjedhje të drejtë për drejta versioni i preferuar i socialistëve? Faleminderit. Në fakt, në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar janë diskutuar modele të ndryshme, nuk ka një qëndrim absolutisht nga Partia Socialiste apo nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste dhe aq më tepër brenda komisionit të posaçëm. Ne besojmë dhe unë do i referohem përsëri të njëjtin mesazh që kam thënë gjithmonë, ne duhet të ecim përpara me procesin. Është krejt normale që të gjithë jemi duke analizuar modele të ndryshme, të cilat vetvetiu nuk e kemi shpikur vetëm ne, por ka vende të ndryshme të cilat kanë modele të ndryshme në territor. Kuptohet që ne i referohemi më shumë specifikave që ka Shqipëria dhe aq më tepër sfidave që ne do të kemi përpara. Nuk ka një qëndrim. Kjo është shumë e saktë. Besoj që mbase edhe informacioni që ka dalë nuk ka qenë i plot. Por aty janë diskutuar në parim disa prej kolonave kryesore ku kjo reform duhet të mbështetet. Dhe besoj që kjo e bën procesin më të shëndetshëm dhe patjetër produkti përfundimtar do të jetë edhe më i mirë. Zoti Demo, sa më zgjuar nga Report Televizion, e kam studiuar më herët të rregulloren për përdorimin e hapësirave publike që ka kaluar sot në Këshillin e Ministrave, dhe pyetja ime është që kjo rregullore është hartuar në bazë edhe të fakteve në terren, sepse për shembull një pikë që është për të diskutuar lidhet me trotuaret nëpër qendrat urbane, ku minimalisht duhen 2 metra për trotuar. E vërteta është që çdo njeri nga ne mund ta dëshmojë që Tirana për shembull ka shumë pak trotuare që kanë minimalisht 2 metra për këmbësorët. Cila është zgjidhja që mund të jepet përmes kësaj rregulloreve ose edhe akteve të tjera? Zgjidhja është shumë e qartë. Përparësi kanë qytetarët. Nuk do të thotë që çdo subjekt kudo që të jetë do të ketë mundësinë për të ushtruar një aktivitet caktuar. Dhe besoj që kjo është e mbështetur nga gjithë qytetarët dhe besoj secili prej nesh në jetën e vet personale. Por ajo çfarë bën rregulloria është që vendos disa parametra në nivel kombëtar, ku ne të kemi të njëjtën garanci për sa i përket ruajtjes së hapësirave publike, por patjetër duke garantuar në të njëjtën kohë dhe mundësinë e shfrytëzimit të tyre ku plotësohen standardet nga subjektet të cilat duan të ushtrojnë një aktivitet caktuar. Por kuptohet që rregulloria në vetvete përfshin edhe elemente të cilët kanë bënë me estetikën, me atë çfarë ne patjetër nga pikpamja e po e quajmë mobilimit urban, besoj që jemi të gjithë të interesuar, sepse kudo që ne jetojmë, ne do të preferonim të jetonin në një zonë ku dhe arredimi urban të jetë sa më estetik. Dhe ruajtja e territorit në këndvështrimin e hapësirave publike, kushdo që ushtron aktivitet, duhet garantojë kushtet e sigurisë, por patjetër të ruajë dhe gjithë asetet komunitare që ekzistojnë në territor. Zoti Demo, këto ligje rregulluese për hapësirat publike ishin premtuar nga zoti Rama brenda dhjetorit të vitit kaluar. E para pse erdhën 3 muaj me vonesë dhe e dyta a ka dështuar në analizën tuaj operacioni për lirimin e hapësirave publike, se me sa kemi parë në Tiranë, përveç se janë hequr, le të themi, hapësirat e mbyllura janë bërë të hapura, territoret dhe hapësirat nuk është se janë lijuar. Karriget vijojnë të jenë aty, madje një pjesë tyre janë dhe në zona
ku kalojnë banor në ambiente pallatesh, në zona tjera që cënojnë dhe kufizimin dhe le të themi lirinë e qytetarëve. Madje ditën e djeshme Prokuroria e Tiranës ka dhënë një masë sigurie për drejtorin e IMT-s së Tiranës. Riga apo diçka tjetër. Dhe unë besoj që të gjithë institucionet shtetërore do të garantojnë që kjo VKM patjetër të futet në një jetë normale për sa i përket implementimit të saj në territor. Nëse i referohemi kohës, unë do të thosha vetëm një gjë, kjo ka VKM-ja në vetvete ka marrë një fazë konsultimi të gjerë në të njëjtën kohë, ku bashkitë kanë qenë le themi aktor të rëndësishëm për sa i përket produktit final që ne kemi miratuar sot. Faleminderit. Përshëndetje. Sot në mbledhjen e qeverisë miratuam disa akte që të propozuara nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, ku akti kryesor ku unë dua të ndalem është për rregullat e etiketimit të produkteve me ndikim në energji. Ky është një akt shumë i rëndësishëm sepse deri tani ne kemi patur rregullim të fragmentuar për sa i përket etiketimeve të produkteve me ndikim në energji. Çfarë jemi duke folur këtu për gjitha ato pajisje, le të themi, elektrike, të cilat kanë etiketimin sipas normave të Bashkimit Evropian, ku kategoria A është me ndikimin më të ulët energjetik dhe pastaj vijon me poshtë. Kemi rreth 17 rregulla për sa i përket këtyre elementeve të etiketimit. Pse është i rëndësishëm ky akt? Sepse së pari i ofrojmë për herë të parë konsumatorit një çastje të integruar të gjithë ndikimeve në energji të produkteve dhe ai është i lirë që pastaj të bëj le të themi blerjen apo transaksionet përkatëse me informacionin e plot të çdo produkti në energji. Së dyti, patjetër duke bërë ne një informacion të tillë kemi mundësi që të ulim konsumin e energjisë elektrike sepse incentivojmë produktet që kanë ndikim më të ulët energjetik. Dhe së fundmi është një detyrim në kuadër të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm aq, është ndër ato masa të cilat Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë i ka të parashikuar te plani i rritjes së Bashkimit Evropian, i cili ka për çdo akt apo për çdo plan të realizuar ka dhe mbështetje përkatëse buxhetore. Ky hyn si akt në këtë plan masash të Bashkimit Evropian. Akti është shumë i detajuar, ka 17 rregulla dhe ka edhe gjithë listën e produkteve që përfshihen në detyrimin e etiketimit sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Dhe së fundmi, akte tjera të cilat miratuam sot nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ishte një listë shpronësime që japin vijshmëri tashmë investimeve aty ku kishte patur kufizime, ku një nga elementet ishte një nën stacion, le të themi krijimin e mundësive për nën stacionin 400 kV në Fier, zgjerimin e korridorit të 8 që po ecën me ritme të këndshme dhe për sa i përket le të themi asetit të portit të ri të Porto Romanos, një kërkesë nga autoriteti portual Durrës. Faleminderit. Zoti Ministër, Denada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Duke qenë se vijon të jetë i lartë çmimi i tregtimit të naftës në tregun me pakicë, a ka pasur kërkesë nga shoqatat e transportit publik për rritje të çmimit të biletave të transportit publik dhe çfarë do të parashikojë qeveria si masë për të mos ndikuar tek qytetarët? Faleminderit. Po, faleminderit. Në fakt, jo më larg se para rreth 2 orësh, bashkë me ministren e ekonomisë edhe kryetaren e Bashkisë së Tiranës, ne ishim jo tu në një ambient shumë afër në takim me shoqatat e transportit interurban dhe urban. Patjetër që situata e krizës hidrokarbure dhe çmimeve hidrokarbure është një situatë që ne jemi duke ndjekur në shumë kujdes. Ju e dini që tashmë qeveria ka njoftuar disa plane masash ku i pari është ngritja e bordit të transparencës si dhe një nisëm për sa i përket elementit të akcizës me pas një çmimi të caktuar nëse rritet. Dhe në vazhdim e gjitha këtyre diskutimeve dhe masave ishte edhe takimi ditës sotme. Ne e dim që gjatë vitit 2022 janë marrë disa akte subvencioni për sa i përket shoqatave të transportit interurban dhe urban. Një element i tillë po diskutohet përsëri, pavarësisht se jemi akoma në fillimet e veta, kur e kemi miratuar në vitin 2022 e kemi miratuar mas disa muajsh që çmimi ishte rritur dhe në nivel shumë më të lartë se ç'është aktualisht, por hyn ndër ato elemente që ne jemi duke i marrë konsiderat bashkë edhe me propozime tjera që na bëri shoqata e transportit. E kemi lënë për të ulur përsëri me to në ditët në vijim, pasi është ndër ato elemente që ne jemi duke i parë me një kujdes të veçantë.
Greta Bullari, Klan News. Zoti Ministër, më herët gjatë ditës ju njoftuat edhe një marrëveshje mes OSHE-s dhe Bersh lidhur me financimin e nën stacionit të ri të Tiranës. Mund na jepni më shumë detaje lidhur me këtë projekt dhe cilat janë edhe investimet në vijim lidhur me ambicien e qeverisë shqiptare për të siguruar sovranitet energjetik deri në 2030. Faleminderit. Faleminderit. Në fakt do ndalesha pak më gjatë për sa i përket në stacionit të qendrës. Në stacionin e qendrës hyn dy rasetet tashmë më të rëndësishme për sa i përket sigurisë të furnizimit të qytetit të Tiranës. Ne kemi një në stacion në qendër i cili patjetër ka kapacitet të kufizuar dhe me ritmet e zhvillimit të qytetit të Tiranës edhe le të themi jetëgjatësia e tij është më e kufizuar. Tashmë ne jemi në faza shumë të avancuara kemi bërë nënshkrimin e amendimit të marrëveshjes së financimit me Bersh. Projekti është për ndërtimin e një stacionit të ri në qendër, i cili do jetë nën toksor, do jetë me 3 transformator, është ndër të vetmit në stacione nën toksore në rajon dhe në Europë. Pse? Pikërisht për shkak se jemi duke folur për qendrën e Tiranës dhe një nga elementet e rëndësishme ishte edhe ruajtja estetike së qytetit të Tiranës. OSHE është në faza shumë të avancuara të procesit, është mbyll procedura konkurruese, është në fazën e shpalljes së fituesit, i cili në gjithë këtë proces ndiqet edhe nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Jemi në faza të avancuara të marrjes së lejes ndërtimit për të filluar me procesin e ndërtimit brenda shumë pak muajve. Ndërsa përsa i përket gjitha masave që janë duke u marrë për të krijuar atë që quhet sovraniteti energjetik, ka shumë elemente tashmë që janë nisur, por një nga elementet bazë patjetër është diversifikimi i portofolit të burimeve të rinovueshme, ku tashmë 10% e energjisë së prodhuar në vend vjen nga burimet rinovueshme fotovoltaike. Në ndryshim ku vetëm deri nga para 4 vitesh 100% ne vareshim nga hidro. Patjetër jemi duke marrë një plan masash për sa i përket linjave të transmetimit që sigurojnë edhe transmetimin e energjisë elektrike, po ecën shumë me ritme shumë të mira linja e Shqipërisë me Maqedoninë. Kemi projektin e lidhjes ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë, pra një sër masash tashmë afatgjata të nisura që para 5 vitesh që po na çojnë drejt asaj që quhet sovraniteti, mbajtja e sovranitetit energjetik. Zoti Ministër, përshëndetje, Ergjys Gjençi, News 24. Ideologjikisht një parti e majtë, siç është dhe Partia Socialiste, ka në fokus mbrojtjen dhe mbështetjen e qytetarëve. Për sa i përket çmimit të karburanteve, është bërë e qartë nga kryeministri, por dhe ju e keni thënë që taksa e qarkullimit nuk do të hiqet nga çmimit i naftës ku të gjithë përdoruesit e mjetit e pagojnë atë. Por nuk mund të merret në konsiderat fakti që në këtë periudhë krize, derisa të përfundojë dhe lufta në lindjen e mesme, mund të kemi një reduktim, nuk e di, 30, 40, 50, 60% të taksës së qarkullimit dhe rikthimin eventual më pas përfundimit të luftës, me qëllim pikërisht mbrojtjen e konsumatorit, duke lehtësuar dhe çmimin e naftës. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Patjetër para se të përgjigjem, dua vetëm të theksoj një element. Shpeshherë vere që ka një keqkuptim për sa i përket taksës së qarkullimit. Çdo shtet sot e ka taksën e qarkullimit, por mënyra se si ajo taksë qarkullimi vilet është në varësi të praktikave të shteteve përkatëse. Ka shtete që taksën e qarkullimit e mbajnë, po themon, me pagimin e taksave vjetore të mjeteve të transportit, ka edhe shtete siç është Shqipëria që e ka taksën e qarkullimit në çdo litër karburant të konsumuar. Siç unë kam thënë dhe edhe më parë është mbajtur qëndrimi nga ana e qeverisë, vlerësimi i qeverisë shqiptare është vjelja e taksës së qarkullimit nga konsumi i litrave të naftës është më proporcional sepse paguan më shumë ai konsumator, ai klient i cili përdor më shumë mjetin. Pastaj, për sa i përket mekanizmave që lidhen me reduktimin e barrës fiskale të karburantit, ne kemi shprehur që dy janë masa që janë marrë dhe që po vlerësohet marrja e tyre. E para është ngritja e bordit të transparencës për qytetarët, që ne kupton që kemi një bord që vendos çmimin tavan dhe pavarësisht gjitha diskutimeve akoma nuk kam dëgjuar një element që ky bord ka marrë ndonjëherë vendim në dëm të qytetarëve. Pra, edhe sot çmimi është 218 lekë, në fakt mund të kishte hapësirë për një rritje me të lartë me 1 lekë, i cili nuk është mbledhur bordi dhe metodologjia përkatëse është shumë transparente.
Për sa i përket implikimeve fiskale, qeveria her pas here ka mbajtur qëndrimin që implikimet fiskale nuk duhen prekur dhe sidomos në kohën e krizës. Megjithatë, i referohem ministrës së ekonomisë, e cila para disa javësh ka dalë dhe me një dalje publike, e cila ka referuar planin e qeverisë shqiptare për të shikuar uljen e taksës aksizës mbi rritjen e një çmimi të caktuar të karburanteve, i cili mes në dijenin time është në faza shumë të avancuara dhe pritet vlerësimi dhe shqyrtimi i tij. Faleminderit. Përshëndetje, më vjen shumë mirë të ndaj me ju në fund të mbledhjes qeverisë së sotme që dy propozime të rëndësishme të Ministrisë Arsimit janë miratuar nga qeveria. E para ka të bëjë me arsimin para universitar. Me vendimin e sotëm miratuam financimi nga buxheti i shtetit për klasën e 4 dhe të 5 fillore të teksteve të falas të reja. Do me thënë, në qoftë se e kishin deri në klasë të parë, të 2, të 3, shtuam me vendimin e sotëm dhe me financim të Ministrisë Arsimit rreth 43 milion lekë të reja, tekstet falas të reja çdo vit edhe për klasën e 4 dhe për klasën e 5. Bëhet fjalë për rreth 9.000 nxënës, por më shumë kur flasim dhe për anën financiare, bëhet fjalë për rreth 9.000 familje, të cilat do t'i përfitojnë tekstet falas dhe nuk do t'i kenë më barë në buxhetin e tyre, po as nuk do t'i marrin tekstet të përdorura. Në të njëjtën kohë, dua të theksoj që do të procedohet me të njëjtën logjik, një herë në 3 vjet dhe për klasën e 6 deri të 9, po duke qenë se janë fëmijë më të rritur, din t'i mirëmbajnë tekstet edhe për një periudhë 2 deri 3 vjeçare. Ndërsa për klasën e parë, 6 vjeç deri në klasë të 5, 11 vjeç, do t'jenë çdo vit tekste të reja falas. Dhe vendimi i dytë ka të bëjë me arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor. Është një vendim që miraton mënyrën se si llogaritet buxhetimi dhe financimi i kërkimit shkencor nga institucionet të cilat kryen kërkim shkencor në Republikën e Shqipërisë. Është një angazhim që ne kemi marrë jo vetëm ligjor në zbatim të detyrimeve që na bën ligji për shkencën i miratuar vitin 2024, duke mbyllur kështu një listë të gjatë aktesh nënligjore, por është edhe një angazhim që ka të bëjë me kapitulli 25, që është kapitulli për kërkimin shkencor në angazhimet me Bashkimin Evropian. Dua të risjell dhe një herë në vëmendje faktin që kapitulli 25 dhe kapitulli 26 janë dy kapituj të Ministrisë së Arsimit, por janë dhe dy kapitujt e parë në radhë që do të mbyllen në procesin e negociatave, duke besuar që do të jetë një augur i mirë edhe për mbylljen e kapitujve të tjerë. Me vendimin e sotëm japi mundësi institucioneve, dhe këtu kam parasysh jo vetëm institucionet e arsimit lartë, pra jo vetëm universitetet, por dhe institucionet tjera që me këtë ligj mund të zhvillojnë kërkim shkencor në agjenci të ndryshme publike, në institucionet të tjera, të cilat do të pajisen edhe me instrumentet si mund të financohen në bazë të performancës, në bazë të pjesëmarrjes në projekte ndërkombëtare, në mënyrë të qartë për t'u dhënë atyre qëndrueshmëri në këtë punë. Është angazhimi i Shqipërisë që deri në vitin 2030 ne të shkojmë në 1% të prodhimit të brendshëm në financim të kërkimit shkencor, e përfshirë kjo në të gjitha buxhetet dhe e shtirë në të gjitha ministrit e linjës të qeverisë shqiptare. Këto ishin dy vendimet. Zonja Ministre, tashmë duke që objektivi i qeverisë është pikërisht integrimi Europa, por ish kryetaria e Kuvendit, ish ministre e jashtme, ish ministra për marrëdhëniet me Parlamentin, e ka cilësuar në një reagim Europën që përdoret nga kjo majorancë socialiste vetëm si një retorik. Madje duke shkuar edhe më tej duke thënë që debati në Partinë Socialiste ndrydhet, ka një sjellje arrogante, gjithashtu për leadershipin ka thënë që po krijon një model ku shpërblehet ai që bindet dhe jo ai që e meriton. A është ky realiteti në Partinë Socialiste? Faleminderit. Ju më pyesni për të jap opinion për opinione, ndërkohë që unë jam këtu sot për dhënë opinion mbi fakte dhe mbi punën. Unë i përkas brezit që bëri përmbysjen me sloganin në cilin besonin fort e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Edhe unë kam përgjegjësinë e jashtëzakonshme të përkas brezit që tani është shumë afër dhe ka përgjegjësinë politike për ta çuar Shqipërinë në Europë. Dhe kjo matet pikërisht me një punë që qeveria në radhë parë Shqipëria në këto 35 vite tranzicione ka bërë shumë të madhe, po që kjo qeveri prej
3 mandatesh e pak, jemi në të 4-tin, e bën tashmë në mënyrë të matshme. Sloganet dhe dëshirat nuk mjaftojnë. Sot jemi në momentin kur kjo punë matet me centimetra, matet me punë, matet me dokumentacion, dhe unë sa po ju dhash provën se një ndër këto dokumentacion është pikërisht një nga vendimet e Këshillit të Ministrave që miratuam sot. Detyrim i matshëm, i cili monitorohet jo vetëm nga organet e shtetit shqiptar që kanë për detyrë siç është krye negociatorja apo Ministria e Jashtme, që kanë për detyrë të monitorojnë punën tonë, por çdo akt ligjor apo nën-ligjor, përfshihet edhe VKM-t, kalojnë së pari në filtrin e Komisionit Evropian. Kështu që tashmë është një punë si një pjesë në piano me 4 duar që bëhet nga qeveria shqiptare dhe nga Bashkimi Evropian për të mbritur ato afate që nuk janë afate tona, janë afate që na i vë Komisioni Evropian teknikisht dhe Bashkimi Evropian politikisht, ku jemi shumë afër. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve, sot me vendimin e Këshillit të Ministrave kemi miratuar procedurën e konkurimit publik për peshkimin dhe ujërat të brendshëm, të cilët kalojnë në kompetencë të bashkive, në mënyrë që ne të japim një rol bashkive duke forcuar nga ana e pushtetit lokal, por edhe ato ekonomik, për të menaxhuar jo vetëm burimet ujore për vaditjen, por edhe ndaj peshkimit. Gjithë procesi do të jetë në online tek e-Albania dhe të gjithë subjektet do të paraqisin vetëm një dokument i cili do të ngarkohet online nëpërmjet portalit e-Albania. Kjo është një mundësi që me pushtetin lokal kalojmë në disa kompetenca dhe Ministria e Bujqësisë tani vazhdon që në këto kompetenca të cilat akordohen bashkive do të menaxhojnë akoma më mirë për pjesën e vaditjes, peshkimit dhe rolin i cili bashkitë do të marrin në këtë sektor, që është peshkimi në ujërat e ëmbla të brendshëm, por edhe ndaj vaditjes së tyre. Shumë faleminderit. Zoti Salla, në lidhje me fermerët dhe bujqit që janë ankuar ditët e fundit për sa i përket një vendimi për sa i përket karburantit që ato kanë përfituar deri më sot. Pse erdhi ky vendim i qeverisë në këto qaste, pak përpara sezonit dhe sigurisht a lidhet kjo me krizën në lindjen e mesme apo ka arsye të tjera në lidhje me implementimin e skenës subvencionimit të karburantit? Atëherë, karburanti është një koncept i cili vite më parë ka qenë duke nga skema kombëtare i dhënë nëpërmjet një qasje tjetër, siç është karburanti, por mund të themi që vlera cilën ne kemi akorduar pikë 5.2 miliard lekë këtë vit pranë AZBR-s për mbështetje ndaj fermerëve është në konceptin për të ulë koston dhe ne kemi bërë një proces gjithëpërfshirës që të gjithë fermerët të angazhohen dhe të jenë pjesë e kësaj pakete, duke aplikuar, duke përfituar dhe duke pasur parasysh dhe masat dhe aplikimet e cilët ne kemi vendosur si mas gjesave të cilët kemi bërë nga fermerët. Dhe kjo është një paket gjithëpërfshirëse ku mund të them që 10% i faturimit që ata kryen sot është një vlerë shumë herë më e madhe në cilët atë çfarë ju thoni. Pra ne kemi një konsolidim, një mbështetje përveç 5.2 miliard lekë, kemi dhe 10% i cili mbulohet nga Ministria e Financave, duke paraqitur çdo fermer në 2-6 mujore që kemi vendosur në 6 muajin e parë, 6 muajin e dytë, të gjithë ato pjesë të faturimit, autofaturat e tyre për të përfituar të gjithë 10% që ata kanë. Po ju marr një shembull sepse dua ta them edhe për opinionin publik, nëse një nga subjektet fermer apo duhet të autofaturojë se të faturojë 10 milion lek, do të marrë në llogari 1 milion lek. Në pjesën e mbështetjes është një nga mbështetjet më të mëdha të cilët do të përfitojnë drejt për drejt pas një procedurë vetëm me autofaturimin i cilin do të dërgojnë pranë tatimeve. Faleminderit.